Allahun e falendrojmë që i takon madhnisë Allahut, që është një dhe përveç tij tjetër s'ka, atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. E lusim Allahun e madh në këtë ditë xhumaje që Allahu gjunahet tona t'i fal ja Rabbel Alamin. Pasi xhumaja deri në xhuma është falje gjunaheve, e kërkojmë nga Allahu i madh në këtë kohë të xhumas që pranohen lutjet, Allahut na ban nasib Jannatul Firdausin dhe na ruan nga zjarmi i xhehenemit. O Allah, na ruaj imanin ton, rinin ton, moralin e trive dhe trejave tona dhe na forcon fen ton dhe ja Rabbel Alamin. Besimtar të nderuar, Muadh ibn Jabali radiallahu anhu, prej sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, krah prej krahëve të fortë që i dul në ndihmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Shoqërues në shumë lufta, shoqërues në udhëtime të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë po tregon Muadh ibn Jabali radiallahu anhu, dëshiroja të udhëtoj me pejgamberin alayhi salam, por edhe udhëtimet e tyre kanë qenë të dobishëm, saqë gjatë udhëtimit ka kërkuar këshill nga Muhamedi alayhi salam dhe nga kjo këshill ne e interpretojmë në këtë hutbe mas 1400 viteve me radhë. Muadh ibn Jabali po tregon, isha me Muhamedin alayhi salam në udhëtim, më muar thot pejgamberi alayhi salam dhe i thash, o pejgamberi Allahut, këshillon mua. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, adhuroja Allahun dhe mos i shoqëro asgjë atij në adhurim. Dhe çelësi i lidhjes tonë me Zotin që Allahu na ka jaratis, është adhurimi i pastërt që i takon njëshmërisë Allahut, adhurim qysh na ka mësu Allahu dhe pejgamberi. Dhe kjo është definicioni i adhurimit. Adhurim për me madhruar Allahun është atë që na ka mësuar Allahun Kur'an ose hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot mos e shoqëro adhurimin tan me diçka tjetër. Çka do të thonë? Unë po duam të dhon sadaka, po pak për Allah, pak të marrën vesh xhamati. Unë po duam të bëni punë të mirë edhe për te Allahi apo edhe për te insani ta marrë vesh. Jo, adhurimi bëhet vetëm për Allahun. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allahu na ka urdhëruar që adhurimet tona t'ja dedikojmë me sinqeritetin më të lartë madhnisë Allahut, dhe ky adhurim pranohet te Zoti subhanahu wa taala. Këshilla e dytë, i tha puno për Allahun sikur se ti e sheh atë. Çka do të thonë, kjo është kvaliteti më i lartë i ibadetit. Kur ti e ke parasysh se Allahu të shef tu fal, e tu lexu Kur'an, e tu i thirr njerëzit në punë të mirë, e tu i vizitu farefisin, e tu i dalë në ndihmë të tjerëve, atëherë llogaritë se jo njerëzit, por Allahu të shef, dhe kjo është kategoria al-ihsan, an ta'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ti nuk e shef, Allahu të shef, por adhurimin tan ja dedikon Allahut sikur Allahu më të pa dhe e ke parasysh. Dhe kjo është thash kvaliteti më i lartë, dhe i tha Muadh ibn Jabalit radiallahu anhu pejgamberi alayhis salam, madhroja Allahun sikur se ti e shef Zotin e madh subhanahu wa taala. E treta, i tha o Muadh, tha llogaritë veten tënde me të vdekurit, se fundi jonë është vdekja. Atë nëse ti nuk e madhron Allahun edhe nuk e ban ibadetin sikur se Allahu më të pa ty, ka do njerëz janë të gjallë por janë të vdekur. Atëherë gjallëraje shpirtin tanë me ibadet dhe numëroje veten tënde me të vdekurit, e atëherë do të jesh i gjallë kur do dalish para Zotit madh. Prandaj kujtoje vdekjen tënde, se kjo jetë një ditë ka fund, e standardin e ahiretit ta ngrit kur ti je i lidhur për Allahun dhe e ban ibadetin pa shoq ndaj madhnisë Allahut, dhe e llogarit e ban ibadetin me kvalitetin më të lartë, me ihsan, me bamirësi, me bë adhurimin sikur se më të pa Allahu, edhe pse ti Allahun nuk e shef. E pastaj i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përkujtoja Allahun e lartësuar në çdo gur dhe në çdo pemë,
o vëllezër, me përmend Zotin, nëse ti e përmend Allahun në çdo vend, në çdo gur, e ka fjalën në lëvizjen tonë, në shtëpinë tonë, në punën tonë, me përmend Allahun, aq më shumë sa e përmend ti Allahun, Allahu të përmend ty. Dhe kështu i tha një sahabi një sahabi në kohën e Resulullahit a.s. Thëtë unë e di kur Allahun përkujton mu. Thëtë kur? Thëtë sërë që unë e kujtoj Allahun dhe Allahun përkujton mu. Prandaj ngritja e imanit bëhen duke e përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala. Kalojmë në pjesën e 5 dhe të 6 të këshillës së Muadh ibn Xhebelit, si i tha pejgamberi a.s. Thëtë o Muadh, kur të bëjsh ndonjë gjuna, këtë na kemi gjuna, Allah i na falt, tha vepro direkt mbas një të keqes me një të mirë. Pse me një të keqe një ta shkruan Zoti, e nëse e ban një vepër të mirë me rahmet Allahut shkruan minimum 10 mira. Innal hasanat yudhibna ani sayyiat, e punë të mira i shlyen punë të këqija. Prandaj besimtar nderuar, përfitojmë nga ky udhtim që e ka bën Muadh ibn Xhebeli radhiyallahu anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thonë pas çdo veprës të keqe vepro me të mirë, dhe në fund thotë e fshehta me të fshehtën dhe e dukshmja me të dukshmen. Çka është kuptimi e fshehtmja? Nëse ti e ban një gjuna në fshehtësi, ban një punë madhështore të madhe në fshehtësi që nuk shef kurkush. Kjo është kajmaki i këtij adhurimi. Po nëse e ban edhe një të keqe në pikë ditës, atëherë ban edhe një të mirë që ta arsyetosh gabimin tan para Allahut, po edhe njerëzit shohin irnek se njeriu duhet të përmirësohet. Pse e përmendim këtë mirën edhe të keqen? Për shkak se e keqja ka marrë havë shumë të madh. E të mirën nuk ban, ka thonë pejgamberi alisa me dhon sadaka, me dhon me dorën e djathtë, e që nuk e merr vesh dora majt, po hoxha ban me dhon me marr dynjaja vesh ban. Për me qenë yrnek për të tjerë, ti e ruan jetën tek Zoti, po yrneklëkin e tregon te të tjerët. Prandaj po ju bëj apel, vepra të mira bani sa të muni dhe haptazi që të jeni yrnek i të mirës. Bani vepra të mira që t'jeni yrnek të mirës, se yrnek të keqës kemi full. Ky hadith që transmeton Muadh ibn Xhebeli, që tregon për vlerën e adhurimit, e nëse ne ngritim vlerën e adhurimit, kemi me rrit vlerën e jetës tonë në këtë dynjë dhe në ahiret. Shumë njerëz flasin, hoq, s'po du më dalë të kjo temë, së është bë banale, hoq, çka mendon për big komercin? A ke marr avdes ti vlla, ke fal sabahin, drekën, i qinin në akshamin? Ti a vetëm të kjo mesele ke me të këtë tjera ti kesos? Ti a i ban shirkë Allahut, ti a lexon Kur'an, ti a i din shartet e imanit, ti a i din shartet e guslit, nuk i di. Që kjo meselet pas kamet, se këtë tjera ti kesos të Zoti vetëm që kjo meselet kamet. Ti e lakmus pa kufi, ti don pa merit me jetu në dynjat. Prandaj, besimtar të nderuar, ti kthehemi parimeve të adhurimit se Allah nuk ka nevojë për ibadetin ton. Ne kemi nevojë për ibadetin, mja dedikuar Rabbul Aleminit, mi ka thënë o Zot, se lidhja jon me ty është adhurimi, është shahadeti, është namazi, është istighfari, është veprat e mira, dhe të mirat ti promovojmë para tjerëve, ti thojmë se ne dojmë Allahun dhe pejgamberin. Ne jemi muslimanë dhe nuk nënçmohemi, krenohemi me Islamin, fe e cila është e pranuar e vetme të Zoti. E lutim Allahun e Madh që neve dhe juve Allahut na ban nga ata që e madhrojmë Allahun dhe nuk i bëjmë shok Zotit. E lutim Zotin e Madh që ne të bëjmë vepra për hir të madhnisë Allahut, sikur me pa Allahun, edhe pse nuk e shohim Allahun na shef. E lutim Allahun ne të përgatitemi për natën e vorrit, ashtu siç i kemi përcjell të vdekurit tan, edhe neve kanë më na përcjell e të shkojmë me ibadet ndaj madhnisë Allahut. Të përkujtojmë Allahun në çdo çast të jetës tonë, në çdo moment ta përkujtojmë Zotin, nëse dojmë që Allahut na përkujton neve, dhe gjithë gjunahet që i kemi, ti bëjmë vepra të mira që nëpërmjet veprave të mira Allahut na fshihen gjunahet tona. E lutim Allahun që gjunahet fshehurazi që nuk i din kush veç Allahu i Madh, atëherë të bëjmë vepra të mira, dhe nëse kemi gjunahe haptazi, ti përmisojmë ato vepra, të bëjmë vepra të mira. E lutim Zotin e Madh që Allahut na mëshiron neve dhe juve dhe gjithë muslimanët, ja Rabbel Alamin. E lutim Allahun e Madh që Allahut na ban të qartë hakun hak, imanin të ngrit në zemrat tona, dijen në mendjen tonë, dhe të na mundson të furnizohemi me halal. Se nëse furnizohemi me halal, kemi me kuptu edhe imanin tamam, edhe Kur'anin tamam, edhe sunnetin tamam, ama i trup që ushqehet me haram, i pështjellet mendja, i pështjellet zemra, i pështjellet jeta, dhe a jeton veç me fantazma. E lutim Zotin e Madh, edhe një herë që të na ban nasib shefatin e pejgamberit. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.